Kryeministri Edi Rama ka komentuar zhvillimet e fundit që lidhen me çështjet mjedisore, duke vlerësuar rezultatet e Shqipërisë në Environmental Performance Index 2026. Përmes një video mesazhi të publikuar në rrjetet sociale, kreu i qeverisë tha se Shqipëria është rënditur e para mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe 46 në nivel global, mes 177 shteteve të vlerësuara. Sipas tij, vendimi ka regjistruar gjithashtu progresin më të madh në rajon gjatë 10 viteve të fundit. Realiteti flet. Environmental Performance Index 2026, indeksi më prestigjos global për performancën mjedisore, sapo e ka renditur Shqipërinë të parën në Ballkanin Perëndimor, të 46 nga 177 vende në botë, me progresin më të madh në rajon gjatë 10 viteve të fundit. Ndërsa, për zbutjen e ndryshimeve klimatike, Shqipëria renditet e 21-ta në botë. Kryeministri u ndal edhe te protestat e organizuara së fundmi për mbrojtjen e mjedisit, duke deklaruar se ato përfaqësojnë një shenjë të emancipimit të shoqërisë shqiptare. Madje kemi arritur deri aty sa të zhvillojmë protesta të mëdha për mjedisin. Dhe kjo pavarësisht çdo egzagerimi, manipulimi apo instrumentalizimi politik që ju bashngjit atyre protestave është në vetvete një arritje e madhe e shoqërisë. Sepse prania e aq shumë njerëzve që shqetësohen për flamingot, për lagunat, për pyjet apo për biodiversitetin, tregon se bashkë me Shqipërinë që ka ndryshuar edhe shoqëria shqiptare ka ndryshuar. Kjo është fitore qytetërimi. Megjithatë, Rama shtoi se protestat janë shoqëruar dhe me egzagjerime, manipulime dhe përpjekje për instrumentalizimin politik, por theksoi se kjo nuk e zbe rëndësinë e pjesëmarrjes qytetare në debate që lidhen me mbrojtjen e mjedisit.